Një i vdekur dhe 6 të plagosur është bilanci i 4 aksidenteve rrugore të ndodhura në rrugët e qarkut të Lezhës gjatë 24 orëve të fundit. Ngjarja e parë rrugore ndodhi rreth mesnatës të SH-s kur përplasën 2 automjete, njëri me drejtues shtetasin AZ dhe tjetri me drejtues shtetasin GG. Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë shtetasi Elinor Tusha, 25 vjeç, banues në Laç, i cili ishte pasagjer në automjetin e shtetasit GG. Gjithashtu mbetën të plagosur drejtuesi i automjetit shtetasi GG, 23 vjeç, si dhe pasagjeri tjetër shtetasi LF, 23 vjeç. Të plagosurit ndodhen në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Në përfundim të veprimeve hetimore, shërbimet e policisë rrugore arrestuan në flagrancë drejtuesin e automjetit ku udhëtonte viktima, shtetasin GG, 23 vjeç, për veprën penale, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt me pasojë vdekjen. Ndërkohë, 3 aksidente të tjera u regjistruan paraditën e kësaj të marte. Aksidenti i parë ndodhi në fshatin Tale, ku një automjet përplasi një person që lëvizte me biçikletë duke e lënë të plagosur, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu në aksin rrugor Laç Sanxhak, automjeti me drejtues shtetasin MD u përplas me automjetin me drejtues shtetasin PP. Si pasojë u dëmtua shtetasi PP, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve, aktualisht jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa në orët e drekës në aksin rrugor Bushnesh Milot, automjeti me drejtues shtetasin RM, 66 vjeç, u përplas me automjetin me drejtues shtetasin RZ, 58 vjeç. Si pasojë e aksidentit u dëmtuan 2 pasagjerë në automjetin që drejtonte shtetasi RZ, shtetësja HQ dhe shtetësja HZ, të cilat ndodhen në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.